çfarë përkufizimi ka Kurani? Se ne themi Kurani fjala e Zotit, po çfarë përkufizimi ka? Le ta dëgjojmë përkufizimin e Kuranit. Kelamullah, fjala e Zotit. Munazzalun ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E zbritur mbi zotnin ton, dashmin ton, profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Biwasitati Jibril alaihi salam, nëpërmjet Jibrilit alaihi salatu salam, el mu'jiz, mrekulli dhe sfid njëkohësisht. El marwi bit tawatur, i transmetuar në rrugë masive, bil lugatil arabie, në gjuhën arabe, yabda'u bil fatihati wa yantahi bin nas, fillon me el-Fatihan dhe mbaron me surën an-Nas. Ky është përkufizimi i muslimanëve mbi Kur'anin. Fjala e Zotit, që është zbritur pejgamberit alayhis salatu wasalam nëpërmjet Xhibrilit, sfid dhe mrekulli në gjuhën arabe, me transmetim masiv, fillon me el-Fatihan dhe mbaron me surën an-Nas. Mirë. Në çfarë kuptimi Kurani është mrekulli? Ne e dimë hadithin që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha: çdo pejgamberi Zoti i ka dhënë mrekulli të atill që populli të besojë nëpërmjet saj. Mua Zoti më dha Kur'anin dhe unë shpresoj, pra besoj, se do të jem profeti më i ndjekur ndër të gjithë profetët. Kur tha pejgamberi se mua Zoti më dha Kur'anin, ndërkohë që ne po themi 600 apo 1400, me kuptimin e mrekullisë e cila do të mbetet në fuqi. Hona nuk qahet më ndysh, pema nuk thirret më, trungu i pemës, i hurmës, si kur ta gjejmë ne sot, nuk qanë më. Ndërsa Kurani është në fuqi deri në ditën e Kiametit. Dhe mund të përdoret nga çdo musliman dhe muslimane si mrekulli. Dhe e ka fuqinë e mrekullisë dhe sfidës deri në ditën e Kiametit. Për këtë arsye, ky veçimi që i bëri pejgamberi sa jo se s'ka të tjera, po është krejt ndryshe krahasim me të tjerat. Atëherë, ku qëndron mrekullia e Kur'anit? Në cilat pika Kur'ani është mrekulli? E para gjë, në gjuhën e zbritur. Allahu zgjodhi për të një gjuhë, Kur'anin, e cila nuk pëson evolim. Nuk pëson evolim. Siç kanë fol arab para 1500 vjetësh, para 2000 vjetësh, flasin edhe arabët sot të kësaj dite. Nuk është një gjuhë që ndryshon me ndryshimin e kohës. Mund të ketë gjuhë popullore dhe gjuhë letrare, ama gjuha letrare mbetet e ruajtur, e mbrojtur dhe e shkruajtur. Fjalët e Kur'anit, shprehjet e Kur'anit, renditja e Kur'anit është mrekulli. Për këtë arsye është një shkencë në vete që quhet ilmu tanasubi as-suwari wal ayat, shkenca e përshtatshmërisë së ajeteve, sureve. Shkencë në vete. Për shembull, vjen ke suratul Fatiha, cili është ajeti i parë, Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Pastaj Ar-Rahman. Pse ka thënë ke ajeti i parë në fund fare Rabbil Alamin? Pse ka thënë ke ajeti i dytë Rahman Rahim? Pse ka thënë ajetin e tretë Maliki Yawmiddin? Pse ka zgjedh për shembull për lejse kemithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Nuk i ngjason asgjë dhe askush Zotit, ai është shikuesi dhe dëgjuesi. Pse nuk zgjodhi dy emra të tjerë dhe nuk tha për shembull huwa ar-Rahmanur Rahim? Huwa al-Azizul Ghafur. Po është një shkencë që merret vetëm me këtë punë. Ajeti, mrekullia e artikulimit të ajetit, mrekullia e artikulimit mes ajeteve. Pse ka ardhur Rahmanur Rahim mes Elhamdulillahit dhe Maliki Yawmiddin? Dhe mrekullia e sureve që ne nganjëherë trajtojmë kur morim tefsirin e Kuranit. Pse është vendos pikërisht tam javën e kaluar suratu Al-Qadr mes Iqras edhe mes El-Bayyinës? Pse ka ardhur Iqra mes surës Tini wa Zaytun dhe surës Iqra bismi rabbi dhe surës Al-Qadr? E kështu me radhë. Edhe kjo është shkencë në vete që studiohet edhe trajtohet. E treta, çfarë mund të jetë, për shkak mrekulli për shkak të lajmeve të sjella për të kaluarën dhe lajmeve të sjella për të ardhmen.
Kurani ka sjellë sa njoftime për të kaluarën që nuk mund t'i dinte pejgamberi alayhis salam dhe asnjë nga populli i tij aty prezant. Wa ma kunta bijanibi turil aymani id deri në fund ajetit. Ti nuk ishe pranë kodrës tur kur ne i tham Musait. Nuk ishe, po ta themi ne. E ngjarje të tjera, Firauni, populli i Adit, populli i Themudit, etj, historia e Ademit alayhis salam, historia e Nuhut alayhis salam etj. Po edhe lajmet për të ardhmen. Pra Zoti nëpërmjet Kuranit ka dhënë edhe, si më thënë, lajme për të ardhmen. Për shembull, wa yakhluqu ma la ta'lamun. Kur foli për mjetet e transportit të asaj kohe, përmeni 2-3 shembull, pastaj çfarë tha? Wa yakhluqu ma la ta'lamun. E Zoti ka për të krijuar gjëra që ju si mendoni dot, si kuptoni. Pra po tu ishte thonë aty që do të fluturojë diçka në ajër, do të habiteshin. Ose diçka që do të futet poshtë detit, sa anijen e dishin ato, po diçka që futet poshtë nuk e dishin. Etj. Mrekulli në ligjet që ka sjell. Për Kurani, në çdo ligj që ka sjell, nuk ka gjë që i bie në tokë, nuk ka gjë që mund të duket jo me vend apo jo koherent apo absolutisht. Në lajme, në ligjet e sjella. Po edhe në dijet shkencore, Kurani nuk është libër shkencor, ama kur ka folë në një dije të caktuar që ka të bëjë me shkencën, shkencës i është dash 13 shekujt shkoi aty ku ka thonë Kurani, siç është rasti i gjurmëve të gishtëve, siç është rasti i zgjirmit të universit etj. Sfidant në botën e padukshme, lajmet për Zotin, lajmet për melajket, lajmet për botën tjetër etj. Nuk ka rrugë për të mësuar njeriu këto muhabete vetëm se nëpërmjet Kuranit famëlar. Sfidant gjoje këtë në ndikim. Kurani është mrekulli në sfidë, Kurani është mrekulli në ndikim. E ke parti njeriu që s'din as arabisht, as i gjë, i vjen ai kufjet me Kur'an në vesh, fillon robi duke qah. Sa raste kam lexuar unë të turistëve perëndimor kanë pranuar Islamin në Siri ose në Egjipt ose ndoshta edhe në Turqi, sepse çfarë bëshin tregtarët në pikë mjesit, kur i hapshin dyqanet e tyre, veshin Kur'an, Abdul Basit, Abdul Samet, Hosariun e ku dëgjon etj. Dhe njerëzit edhe kishe për aty që i leshin dhe gjatë ditës. Kur vinin turistat, mahniteshin, habiteshin. Efekti i Kur'anit është mrekulli në vete. Tjetër, mënyra e leximit të Kur'anit është mrekulli në vete. E ke parti leximin e Kur'anit si ta merr zemrën, nuk është kusht me qenë musliman. Dhe pika e fundit fare, si më thënë, mbete mrekulli, do të thon fushat e të qenit Kuranit mrekulli, sfida e tij është e hapur. Sillni një libër si ky, sillni 10 kapitull sure si 10 sura të Kuranit, sillni qoftë edhe një sure si Kurani. Është një sfidë që është lënë e hapur, nuk është mbyll me vdekjen e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Thuaj, le të mlidhen xhinët edhe njerëzit dhe le të sjellin një libër. Pastaj tha 10 sure, pastaj tha sureti mithli, një sure si Kurani. E fundit fare, ku qëndron mrekullia e Kuranit, tek ruajtja dhe mbrojtja e tij nga ndërhyrja njerëzore. Është i vetmi libër, ne kemi përmendur edhe herë tjetër, që sikur të zhdukej në gjithë botën dhe të mbetej vetëm një kopje në një bank, në një vend të ruajtur. Muslimanët mund ta riprodhojnë siç është ai origjinali në sa ekstremi i gjysore. Si ka mundsi? Jo me mor një hafiz, jo. S'ka nevojë me mor një hafiz. Po si t'ja bëjmë? Do të morim 600 hafiza, 604 hafiza. Ti faqen e parë, ti faqen e dytë, ti faqen e tretë, ti faqen e katërt, ti faqen e pestë, ti faqen e gjashtë, shkruajeni. Po me mori 1200 hafiza, secili nga gjys faqe. Për sa mbaron? Po me mor çfarë të mundi? Me mor 2400 hafiza, më i rreshtu aty, për i çaja kohë ta dorëzojnë Kur'anin në dorë.
edhe ta dorëzojnë siç është ai. Jo vetëm atë, po 14 format e leximit të tij. Se ne jemi ky Kurani që kemi ne, po faktikisht Kurani ka 14 lexime. 7 kanë qenë, domethënë, pa diskutueshme, pastaj dietarët kanë arritur edhe në 7 tjerë, pa janë 14 lexime të Kuranit. Format leximit edhe këtu do t'japim një përgjigje inshallah taala. Mënyra se si është ruajtur Kurani, siç është ky sot, është ai Uthmanit radiallahu taala anhu, është mrekulli Allah. Sepse ai mund të ishte ruajtur me gjoks. Pra mund të ishte ruajtur me memorizim, po Zoti më dhe ka ruajtur edhe me lënd. Elhamdulillah. Kjo është mrekulli dhe kjo është mirësi e madhe, elhamdulillah.